Miqtë e emisionit Bardhazi jemi takuar në të premten ton të zjarrt të debatit, sepse kështu ka nisur sezoni yni 19 me gazin der në dras. Po, me adrenalin, siç kemi thënë, dhe me fuqi shumë të madhe, dhe debati unë duhet edhe më i thellë, edhe më i gjerë si deti. Si deti thellë, deti i gjerë. Ka pak e kjo rubrika jon eksperimentale sotme, që do t'ju pëlqej, kam bindjen që do t'ju pëlqej, është një rubrikë e cila... është, po, pse pse? Dy pse, tre pse, po edhe tre. Po. Tani të bëj një pyetje direkt. A bëj direkte. Ç'a bën ti Ornela kur stresohesh? Unë stresoj të tjerët, sepse duhet të ruajtur ekuilibri. A me fjalë, mua ngjit gripin gjithë. Pse shqiptarët dhe shqiptarët në përgjithësi janë gjithmonë me vonesë? Përse janë ata gjithmonë të vonuarit? Po çfarë faj kanë shqiptarët që sprodhojnë ora? Shqiptarët ndonjëherë marrin ndonjë orë që su takon dhe prandaj dhe vjedhin pak kohë, po s'është faji jon, faji jon. Përse burrat nuk i përgjigjen asnjëherë grave të tyre? Thërrasin, pafundi thërrasin. Ata kur nuk përgjigjen. Gruaja s'të thret për serenat, gruaja të thret për të bërë në i punë, domethënë, në një gjë të vogël. Në i punë. Në një gjë të vogël. Në një gjë të vogël. Përse politikanët e duan gjithmonë një mandat të dytë? U duhet një mandat të dytë që të shqisin karigën mbrapa, se u ngjiten, bëhen njësh, bëhen kështu, ja, karigja dhe ata. E kupton, duan çik kohë. Po mirë tani. Përse burrat e duan makinën më shumë se ç'duan gratë e tyre? Ma thuaj çik këtë tani, ma thuaj tani, hajde. Kjo është me thjeshta në botë. Nuk të pyet makina me kë ishe, me kësishe. Po makina e di me kë ishte. Po prandaj, makina është me mend. Nuk të pyet. Çfarë bën një fëmijë kur prindi nuk i ble lodrën që do? Ha tani. Bën protesta për gjithë shqiptarët, gjithë opozitrat të mbledhura bashkë para pallatit. Edhe Berishës e kanë. Gjithëve, mos bindje civile. Përse deputetët mbajnë gjithmonë syze dielli? Kështu firmat o dielli. Që të mos e shohin realitetin që është i zi si syzet. Përplaset syri, kupton, djeg. Po mirë tani, më thuaj edhe këtë tjetrën. Çfarë bën shqiptari kur lexon një tabelë ndalohet hyrja? Hyn, po me shumë kujdes. Me kujdes. Mirë, do të kalojmë në rubrikën tonë shumë të preferuar dhe natyrisht shumë të bukur me lajme të vërteta ose jo të vërteta, fakt apo fake. Vjen me njëherë në studio Adela. Hajde Adele dashur. Muzikën e këzëres e kemi në mendje. Po pra, edhe muzika. Ka gjithmonë muzikë kur vjen Adela. Thonë që e ku që atër bën demat, po më duke ndaloj muzikën. Po. Tani, demi këtu, i vetëmi dem këtu jam unë në horoskop. Po, edhe desh. Po. Tani, Përplasja me demin e parë u bë. po. Më thuaj, sa lajme të rrem ke dëgjuar këtë javë? Si ka qenë kjo javë? Nuk i Dëgjova besoj. një lajm të vërtet. Të tjerat, kupton, po, ishte një i vërtet, po. Ishte një i vërtet. Unë në fakt nuk i besoj këtyre lajmeve të rrem, përveç në i lajm që mund ta shpik për burrin tim për shkak. Ashtu, ë? Më pëlqen shumë Ornela, se sot tema jon do jenë burrat. Kështu që Erion dhe gjithë burrat që janë duke na ndjekur tani, bëni mirë, fiks vëmendje. Janë pika jone dobët, po në fakt edhe duhen shkullur ndonjë çik kështu. Nga veshët. Pse kam bërë gabime? Po, kam bërë gabime. Burrat? Në fakt jo. Kjo temë, ne do nisim direkt me lajmin e parë dhe besoj Ornela dhe shumë gra dhe vajza tjera që na ndjekin do jenë shumë të lumtura. Dhe zyrtarisht po lexojnë, sepse Nazi po diskutohet. Unë ves për Azinë, e di ti. E di, sidomos Singaporin duket këtë preferuar, Tajlandën. Mos kam qenë asnjëherë, po Tajlandën e dua shumë. Tajlandën, aty afër. Tani, Azia po diskuton një ligj që do të lejoj gratë të martohen me më shumë se një burr. Me 1, 2, 3, 4 sat ju dojnë Së del për zota i që ke në shtëpi. Po vjen tjetri? Një sekondë, Allah, se do zien. Kush do edhi plerat, o qa thua ti, po i ka që do 2 burra në shtëpi. Kush do zien? Ja, pse 2 gra doni ju, ha? E ne mos dash kemi 2 Po burra. ne nuk i duam 2 gra në të njëjtën shtëpi, e kuptoni, duam në shtëpi të ndryshme. Jo ne, ata që kanë lek. Unë po mendoja, 2 burra Ornela edhe durohen. Po? Se i fut, ja u gjendo një punë, njëri do edhi plera, tjetri do... Tjetri të Rozi, Lajenët. Jo, po do bëj centra.
A durohen dy gra në një shtëpi, Erion? Jo, unë them se jo. Prandaj i bajnë Jo, në shtëpi ka të je ndryshme. përzidhje në shtëpi ndryshme. Nuk i përballojnë të digjit. Tani mendoni ju që vërtet mund t'jetë duke u diskutuar ky lajm apo jo? Prit çik marr topin antistres të namnamit. Ç'është ai top? Është një top antistres sepse kemi edhe kafe sonte, do pish pa kafe. Ai, jo un po piva kafe, zemra ime. Është dekaf. Tak kam Kafe kemi eliksir, pi lëng. Jo, ju lutem, un jam Po lajmi tjetër, normal. Po lajmi tjetër? Tani, lajmi tjetër sërish ka të bëjë me burrat dhe gratë. Normal, ke kapsa. Dhe e kam kapsa. Përse ka ardhë momenti që s'ka më burra dhe gra, po ka burra, gra dhe Fiks. Po. Sot u qova dhe thash. Së shfaj. Unë jam me atë variantin e vjetër, të i thajta, pse keni hequr dorë në variantin vjetër, do me thënë, unë jam me atë vjetërit. Lajmi i dytë ka të bëjë me marrëdhëniet seksuale, intime. Qa thua? Që nga lajmeve. Qa të lajme moja Dela? Jo, po prisni, mos paragjykoni. Lajmet e kohës, është koha. Janë lajmet e kohës dhe agjërimi seksual është trendi i momentit. Që do të thotë, të rinjt shqiptar, këtu kemi dalë dhe me shifra, 75% e të rinjve në Shqipëri, kanë vendosur të bëjnë një pushim, detox ose pauzë nga seksi. Po ndoshta është në i pushim teknik shu. Teknik. Maron u ingroti dushit për shembull? Ti s'do lahesh më ujë ftohtë tani. Jo, këshillohet edhe ujë ftohtë, gjithsesi këshillohet. Po më thuaj që këtë 75% prandaj zihen këta. Këto s'po kanë seks. Kush është arsyeja apo dhe ky do thjesht dëshira janë velur njerëzit, si duket që të shihen vetëm si objekte seksuale dhe dëshirojnë që më në fund ta duash Ornelën për shpirtin, ta duash Erionin për shpirtin. Bëjnë seks me jajnë, moj aman, moj të lutem, moj se po na doli edhe ky lajmi pastaj, unë nuk e di fare. Po ai mund të jetë pak më besnik. Mund të thotë mirëmëngjes dhe natë e mirë. Ja, pide cigare në fund. Po, nuk të bën sikur është i zënë shokët. Si ta i buri, tha Adela, e diti këtë? Tha, dua që të bëjmë dashuri dhe magji. Po si është kjo dashuria dhe magji? Bëjmë dashuri dhe unë zhdukem, tha. Qeka e madhe kjo, qeka e madhe. Tani, lajmin e tretë, unë e di që ti do habitesh, unë do shkoj prap në Itali, po unë... Po ti vdes për Italinë, e morëm vesh tani. Italianët janë populli më i pastër në Europë, sepse lahen më shpesh se çdo kom tjetër. Po shemë që spanjollët nuk lahen? Votoni. Po pse shqiptarët nuk lahen? Shqiptarët kanë filluar të lahen. Ne vërtet laheshim njërë një javë me dushin bu të çdo të shtu. Edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe 4 herë. Tani mbarojmë gjithë ujnë e depozitat. Së shfajon se janë prishur depozitat nga brënda dhe zmbajnë shumë ujë të ngrohtë, e kupton? Ujë ndërkohë me orar edhe gjendja në për urbanëra. Tani kush i ky ishte lajmi i tretë tani? Ky ishte lajmi i tretë, tani votoni. Votoni pak, votoni, hajde. Për kë. Po ti për kë voton? Operatori ju një dashur në studio, për kë voton? Për kë lajm voton? Për të dytin thot, për të dytin. Po Erioni, unë nuk e di pse më pëlqen, edhe mua më pëlqen shumë Italia, unë për treshin votoj. Jo, unë votoj për atë me 3 burra me 6 gra, si isha ajo, se do bëmi një lëmsh i madh, pa parë. Dyshin dhe ti, ë? Po, prindi 1, prindi 32. Fatkeqësisht, për fatin tim të keq dhe të shumë vajzave të tjera që ende si janë martuar, po dhe ti që gjaj e martuar mund kisha një burr të dytë ose të tretë. Jo, prite zot, lajmi Aziz nuk është i vërtet, dhe i dyti është i vërtet, kjo pjesa e agjerimit seksual, thjesht përqindja është egzageruar, lajmi vërtet është i italianëve, janë të pastër drejshit, lahen, pika për ne goca, ja kështu ishte, Jo, më piti ajo që rinë shqiptarët pa bërë seks, ajo, si ishte ajo, po ndoshta nga që janë, mos janë single. Ajo Erion ishte që 75% e të rinjve shqiptarë për momentin, dhe kjo është studim real, tani bëhemi serios kështu, realisht për momentin nuk janë një marrëdhënie romantike, nuk janë një marrëdhënie romantike. Nuk është faji tyre. Po fajin e ka, kush e ka fajin e ka Saliu. Faj parajsës. Kështu që ky ishte lajmi vërtet. Adela na kënaqe si gjithmonë me performancën tënde të shkëlqyer dhe me këto lajme kaq pikante që i zgjedh vetëm ti. Sepse dhe batutat tuaja janë si gjithmonë pikante. Tani si gjithmonë, deri javën tjetër, mos i besoni çdo gjë që lexoni, tashmë ju e dini. Jo, se nuk e din dhe aq mirë. Ndërkohë që ne me Ornelën do pim një kafe nam-nam. Po. Presim të ftuarit tanë. Nam-nam ti më. Është nam është emri kafes. Nam-nam si në Vietnam, do lëm nam. Është kafja më e mirë që do të shkojmë në vend që ku atje do të fillojë debati, të ndizet kjo studio
për të rinë shqiptar. Qarë po ndodh me rinin shqiptare? Pse zihen këta më qatë? Ore, plasën sherret edhe hapi dhe telefonin kur Po se zihen. duket e kanë nga kjo që s'kanë romantik. Adel, të duam shumë. Mirë Edhe ta unë kopshim të juve. premten e ardhshme. Pas pak, publicitet dhe shkojmë me njerë në Vënçe.